e sezonit turistik, kur mijëra vizitor vendas dhe të huaj kanë zgjedhur Pogradecin për të kaluar pushimet verore, Odeoni i qytetit mirëpriti një mbrëmje të veçantë artistike. Koncerti Adeu Im mblodhi në skenë disa prej emrave më të njohur të muzikës shqiptare, duke sjellë për publiku një repertor të pasur me këngë tradicionale dhe qytetare nga të gjitha trevat shqiptare. Kasrio Tusha, Selami Kolonja, Enkelejda Arifi, Hysni Alushi dhe Nikol Prelaj interpretuan këngë që përcollën vlerat më të mira të trashëgimisë muzikore. Tu shikoj që publiku është i mrekullueshëm, si gjithmonë, tim t'i presi dhe respektoj artistët. Ju uroj mos harrojmë traditën, të ruajmë shqiptarinë tonë, të ruajmë këngën tonë të bukur shqiptare. Unë ndjeva shumë këndshëm e para e punës nga natyra e bukur, nga mikpritja, nga interesi i qytetarëve, sigurisht dhe më pas gjatë performancës u duar trogit shumë, por dhe u kërcye shumë dhe njerëzit u kënaqën shumë. Përzgjodhëm një mori këngësh nga jugu në veri dhe u vërejtë nga publiku i Pogradecar dhe gjithë ato mysafirë dhe të ftuar turistë që ishin, u vërejtë që ne e morëm atë dashuri dhe dhamë shumë dashuri. Koncerti Adeu Im është pjesë e një turneu artistik që synon promovimin dhe ruajtjen e vlerave të muzikës shqiptare. Pas ndalesës në Pogradec, turneu do të vijojë në qytete të tjera të Shqipërisë, si dhe në Kosovë e Maqedoninë e Veriut, duke përcjellë mesazhin e bashkimit përmes këngës dhe traditës shqiptare.